në kohën e Osmanit, do të thonë, pas pushtimeve osmane, shqiptarët e ruajnë etninë e tyre. Dhe për 5 shekuj etnia shqiptare jo vetëm që nuk është e rrull, por është forcuar, është stabilizuar. Ky është një segment shumë i rëndësishëm. Unë merrem gjithsesi me këtë dhe mi këtë mandej shpjegohet edhe aspektet që e kanë marrë këtë konstruksion. Në perandërinë osmane është te kalu, është nashkalu, pse shqiptarët për shembull kur kanë marrë islamin kanë ruajtur identitetin e tyre etnik. Ka ruajtur sepse perandëria osmane që nga fillimi ka respektuar autonominë e shqiptarëve, ka respektuar kodin edhe moral edhe institucional shqiptarëve. Ka respektuar autonominë e shqiptarëve, ka respektuar kodin edhe moral edhe institucional shqiptarëve, dhe kanuni Lekdukazhinit dhe autonomitë e shqiptarëve në vitet në shekullin 15-16. 70% hapësinës shqiptare në perandërinë osmane janë qeverisë prej kodit autonom. Kjo ka shumë rëndësi se miq atë kod është zhvilluar dhe jeta e brendshme e shqiptarëve kanë qenë shumë pavarur. Kanë qenë shumë pavarur. Mi atë kod kemi edhe kapërcimin që është bëhen jo islam atë që kanë qenë shumë tolerantë dhe kush pranou është rujt katolicizmi apo në përgjithësi feja krishtere, por ato kanë qenë format veçërisës. Deri te format e Tanzimatit, do thotë, kur Turqia perandëria osmane ka pranuar, nuk janë prej këto struktura. Dhe këtu më dhe fillojnë problemet mas reformës e Tanzimatit. Pse shqiptarët